Pjesëmarrja e zëvendës së kryeministrit Ivan Stoiljković në manifestimin e ambasadës së Rusisë në vend shkaktoi akuza dhe kundërakuza mes BDI-s dhe Vlenit. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se kjo përbën një përplasje të drejtë për drejtë me qëndrimet e NATO-s dhe me drejtimet e qarta të përcaktuara në deklaratat e miratuara me konsenzus nga Këshilli i Aleancës Veriatlantike. Qëndrimi aktual i qeverisë paraqet një precedent të rrezikshëm përmes të cilit po tentohet normalizimi i një ndryshimi të politikës zyrtare të shtetit me synimin për t'u larguar nga orientimi i qartë euroatlantik për t'u ofruar qendrave alternative të fuqisë politike të udhëhequra nga Pekini dhe Moska. Reaguan nga Vlen, nga ku thonë se BDI nuk ka më asnjë kredibilitet të flasë për perëndimin, sepse siç theksojnë, këtë rrugë e ka përdorur si mbulesë për pazare të pista. Partia non grata, BDI, pas 2 dekadave të bashkëqeverisjes me çdo strukturë që i shërbente pushtetit, sot po tenton të rishitet si mbrojtës i kursit euroatlantik. Në përpjekje për të shpërlarë mëkatet e veta të vjetra, non gratat flasin për rrezikun rus dhe ndikimet lindore, sikur nuk kanë qenë vetë ata themeluesit e këtij ndikimi në vend. Ndryshe, Stoiljković para 2 ditëve mori pjesë në kremtimin e ditës së Rusisë, prej ku ambasadori Sergej Bazdinikin porositi se operacioni i tyre ushtarak në Ukrainë do të vazhdojë. Përgjigjja e kryeministrit Mickoski për këtë ishte se askush nuk duhet të ketë dilema për qëndrimin e qeverisë për agresionin rus ndaj Ukrainës.